Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, përshëndetje. Unë jam Flutura Kaza dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ. Një heshtje e rëndë, e thyer vetëm nga lotët dhe vajet, kanë mbështjellë lagjen e Ish-Kënetës në Durrës, aty ku sot u përcollën për në banesën e fundit 2 jetë, të ndërprera në mënyrë tragjike. Enea Muçaj dhe Klersi Nikodhi u shoqëruan mes të dhimbjes së thellë nga familjar, miq, bashkëmoshatar dhe mësues, që mezi gjenin fjalët për të përshkruar humbjen. Rrugicat e lagjes janë kthyer në një rrjell të pandërprer njerëzish që vijnë për ngushëllim, ndërsa dyert e 2 familjarëve aq pra njëra tjetrës janë hapur për të pritur një dhimbje që duket e papërballueshme. Zia ka rënë mbi një komunitet të tërë, që sot nuk kanë vetëm 2 fëmijë, por një plagë që prek çdo zemër. Tragjedia ndodhi pas ditën e së dielës, në një moment që duhet të ishte i pafajshëm dhe i zakonshëm, loj fëmijësh në trotuar, por gjithçka u kthye në mankth. Kur automjeti drejtuar nga Nikoll Radaçi doli nga kontrolli dhe përplasi 3 të mitur. 2 prej tyre nuk mundën t'i mbjetonin plagëve, ndërsa gjendja shëndetësore e njërit prej të mitërve të plagosur është përmirësuar. Mjekët e spitalit të traumës bëjnë me dije se fëmia është i vetëdijshëm dhe aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas hetimeve, drejtuesi i mjetit ishte në gjendje të dehur, një fakt që e bën këtë tragjedi edhe më të rëndë për t'u përballuar. Një gabim fatal që shoi 2 jetë dhe la pas një boshllëk që nuk mund të mbushet kurrë. Ndërkohë, familjarët e autorit kanë kërkuar ndjesë publike përmes një letre, duke shprehur pendes për atë që ka ndodhur, po për familjet Muçaj dhe Nikolli dhe për gjithë komunitetin, dhimbja mbetet e pakthyeshme. Në Durrës sot nuk ka vetëm një ceremoni mortore, ka një thirrje të heshtur për ndërgjegjësim, për përgjegjësi dhe për të mos lejuar që jetët e tjera të pafajshme të shuhen në të njëjtën mënyrë. Policia e shtetit ka reaguar zyrtarisht pas aksidentit tragjik të ndodhur një ditë më parë në Durrës, ku humbën jetën 2 fëmijë. Në njoftim theksohet se drejtuesi i mjetit Nikoll Radaçi rezultoi në gjendje të dehur pas kryerjes së testit të alkoolit, ndërsa shkaki i aksidentit ka qenë humbja e kontrollit mbi automjetin. Sipas të dhënave zyrtare, Nikoll Radaçi ka një histori të përsëritur shkeljesh rrugore. Në vitin 2020 ai është ndëshkuar për parakalim të gabuar, ndërsa në vitin 2022 është konstatuar 2 herë për tejkalim të shpejtësisë e lejuar. Në të dyja rastet, masat e dhëna ka qenë pezullimi i lejes së drejtimit për vetëm 1 muaj. 4 vite më pas, në moshën 57 vjeçare, ai përfundoi i arrestuar pasi shkaktoi aksidentin fatal në zonën e Ish-Kënetës në Durrës, ku dhe jetonte. Hetimet paraprake konfirmojnë se ai drejtonte mjetin në gjendje të rëndë të dehur. Ngjarja ka shkaktuar reagim të fortë dhe ka nxitur nisjen e një hetimi të brendshëm nga drejtoria e standardeve profesionale për të verifikuar nëse ka pasur neglizhencë apo shkelje nga punojësit e policisë në trajtimin e mëparshëm të rastit të tij. Sipasoj, drejtuesi i policisë së shtetit Skënder Hita ka urdhëruar pezullimin e disa drejtuesve në policinë e Durrësit. Mes tyre janë drejtori vendor Afrim Tafa, zëvendës drejtori për rendin dhe sigurinë Zia Sula dhe shefi i policisë rrugore Krishnik Skëndo. Në vend të tyre është komanduar Ervin Hodaj, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht përgjegjësitë institucionale dhe për të përcaktuar nëse tragjedia mund të ishte parandaluar. Një ndryshim i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë shqiptare është miratuar nga Gjykata e Lartë, ku Kolegjet e Bashkuara ka vendosur të rishikojnë praktikën e deritanishme mbi caktimin e masave të sigurisë, duke përfshirë në mënyrë të veçantë masën arrest me burg. Mbledhja e zhvilluar me 9 prill mori në shqyrtim një vendim të njësuar të vitit 2011, i cili për më shumë se një dekadë ka shërbyer si referencë për gjyqtarët e të gjitha niveleve në vendimarrje mbi kërkesat e prokurorisë për masa sigurie. Pas analizës, Kolegjet e Bashkuara vendosën të ndryshojnë këtë qasje. Sipas vendimit të ri, gjykatat nuk mund të mbështeten vetëm në natyrën e veprës penale apo në dënime që parashikon ligji për të përcaktuar masën arrest me burg. Në vend të kësaj, gjyqtarët duhet të kryejnë një vlerësim të detajuar dhe të individualizuar për çdo rast, duke marrë në konsideratë dhe sjelljen, rrethanat dhe personalitetin e personit të akuzuar. Një tjetër ndryshim thelbësor lidhet me barrën e provës.
Kolegjet e bashkuara vlerësuan se praktika e deritanishme ku i akuzuari duhej të provonte pse nuk duhet të qëndronte në burg, nuk përputhej me standardet e Konventos Evropiane të drejtave të njerëzit. Për këtë arsye, u vendos që bara e provës i kaloi prokurorisë, e cila duhet të argumentojë dhe provojë nevojën për masën e arrestit. Ky vendim pritet të ketë ndikim të menjëhershëm në praktikën gjyqësore, duke orientuar gjykatat e nivelit të më të ulta drejt një interpretimi më të balancuar dhe me të drejtë kërkesave për masa sigurie në përputhje me standardet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Kryeministri shqiptar Edi Rama ndodhet në Armeni ku po zhvillohen punimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian, një forum i rëndësishëm që mbledh liderit e kontinentit për të diskutuar sfidat e përbashkëta politike dhe të sigurisë. Në mbërritje, kreu i qeverisë shqiptare u prit nga homologu i tij armen, Nikol Pashinyan, ndërsa në deklaratën për media theksoi rëndësinë e këtij samiti si një platformë për të forcuar bashkëpunimin dhe për të thedhuar unitetin mes vendeve europiane. Edi Rama u shpreh se takimi përfaqëson një mundësi të rëndësishme për të ndarë ambicet dhe shqetësimet e përbashkëta, duke theksuar se vetëm përmes bashkimit Europa mund të përballet me sfidat aktuale. Është një tjetër samit, samiti i Komitetit Politik Evropian, dhe një tjetër mundësi për të ndarë ambicet dhe shqetësimet tona të përbashkëta. Ndërkohë, është edhe një tjetër shans i madh për të parë se sa mund të bëjmë së bashku dhe sa e rëndësishme është të ecet përpara me Bashkimin Evropian. Duhet të shohim se çfarë qëndron realisht pas dhe ndërkohë është e qartë që kështu siç janë gjërat, NATO-ja duhet të mbështetet më shumë në pjesën europiane. Në këtë kontekst, kryeministri theksoi edhe nevojën për një rol më të fortë komponentit europian brenda NATO-s, duke sugjeruar se Europa duhet të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e saj. Nuk ka të bëjë me ofrimin e diçkaje për 2 apo më shumë vende, por ka të bëjë me të menduarit e të vepruarit shpejt, sepse ka të bëjë me vetë Europën, me vetë Bashkimin Evropian, një bashkim europian që nuk është i plot, është më i dobët dhe është më i cënueshëm se sa një bashkim europian i cili është i plot. Samiti bashkëkryesohet nga Antonio Costa dhe Nikol Pashinyan, ndërsa në të marrin pjesë 48 krerë shtetesh dhe qeverish, përfshirë vendet anëtarit Bashkimit Evropian, Shqipërinë, Kosovën dhe vendet e tjera të rajonit. Njërisi e këtij samiti është pjesëmarrja për herë të parë e Kanadas, duke zgjeruar dimensionin ndërkombëtar të forumit dhe duke reflektuar rëndësinë në rritje të bashkëpunimit ndërkontinental për çështjet e sigurisë dhe stabilitetit. Ish kryeministri Sali Berisha, i cili është i detyruar të paraqitet 2 herë në muaj pranë SPAK-ut, ka shpërsuar qëndrimet e tij ndaj këtij institucioni dhe ndaj gjyqtares Irina Gjoka, duke ngritur akuza për parregullsi në proceset hetimore. Gjatë një deklarate për mediat, Berisha pretendoi se një proces verbal i lidhur me dëshminë e gjyqtares Gjoka në një çështje ku ajo ka qenë person i paditur për fshehjen e një dënimi në Greqi rezulton pa firmën e hetuesve që ka marrë deklarimet. A mund të imagjinoni ju që dëshmia e Irenës në 2 faqe gjysmë ka vetëm firmën e Irenës dhe administrohet në dosje gjyqësore pa firmën e hetuesit. Ja ku e keni? Ky është hetimi që ka bërë Altin Troplini, Irena Dumani. Në një tjetër çështje, Berisha u pyet për dosjen e njohur si Balluku, për të cilën ai deklaroi se nuk e ka bërë publike për shkak të pranisë së bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Nuk ju kërkoj, pse? Ka i gjatë dyshim shumë të madh. Aty ka bashkëpunëtorë të drejtësisë dhe unë në asnjë rrethan nuk pranoj kurrë që ata të tradhtohen. Jo, për mua bashkëpunëtorët e drejtësisë janë njerëz shumë të çmuar, pavarësisht se kanë bërë gabime, pavarësisht se kanë, por në fund të fundit i kanë thirrë vetes dhe kanë gjetur 1 miligram njëri dhe njerëzore që t'i shërbejnë shoqërisë me dëshminë e tyre. Dhe ata që kërkojnë që ne të nxjerrim në treg të penduarit dhe dëshmitarët e drejtësisë, ata gabohen, s'do ta gjejnë kurrë këtë. Në 30 prill, në gjykatën e posaçme, dëshmoi në gjyqin Partizani kallëzuesi i çështjes Tauland Balla. Në dëshminë e tij ai deklaroi se Sali Berisha dhe dhëndri i tij duhet të mbajnë përgjegjësi ligjore për privatizimin e kompleksit. Për këtë çështje Sali Berisha është marrë i pandehur nga SPAK për korrupsion, ndërsa dhëndri i tij Amar Bërmalltezi akuzohet për pastrim parash. Procesi vijon në gjykatën e posaçme ku pritet të hidhet më shumë dritë mbi përgjegjësitë ligjore të përfshirëve.
Procesi i integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian vijon të mbetet fokus të debatit politik mes optimizmit të qeverisë dhe skepticizmit të opozitës. Gjatë raportit në Komisionin për Punët e Jashtme, Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha siguroi se procesi nuk është bllokuar dhe se pritet drita jeshile nga Brukseli për miratimin e raportit i bar. Nuk ka pasur dhe nuk ka bllokim, nuk ka pasur dhe nuk ka veto nga asnjë shtet antar për procesin e antarësimit të BE-s të Shqipërisë në BE. Procesi ka vijuar dhe vjen normalisht. Këtë, nëse ka nevojë të kujtohet, e ka thënë dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë dhe e ka publikuar, e ka theksuar publikisht. Nuk ka absolutisht asnjë gjë që mund të ndaj me ju, sepse raporti është hartuar nga komisioni dhe raporti nuk është ndarë me palën shqiptare. Pra, pala shqiptare ka plotësuar ato që janë kërkuar, ka dhënë maksimumin e informacionit në një mori aktësh nga më të ndryshmet. Por raporti është hartuar nga Komisioni Evropian dhe këtë nuk duhet ta harrojmë. Është nderi i Komisionit Evropian që është sot aty. Sigurisht dhe i Shqipërisë për interesin që kemi, sepse në fund do vendoset për Shqipërinë, por është raport i Komisionit Evropian, i shërbimeve të Komisionit Evropian, i cili po diskutohet nga Këshilli. Në këtë mes, Shqipëria nuk ka qasje në dokument. Në krahun tjetër, opozita ngriti shqetësime për zhvillime që lidhen me Serbinë, përfshirë mundësinë e bllokimit të fondeve, të cilët mund ndikojnë edhe në procesin e integrimit të Shqipërisë. Megjithatë, kryediplomati Hoxha theksoi se dy shtetet kanë agjenda krejtësisht të ndara. Në lidhje me Growth Plan kam përshtypjen që për sqarimin që gjithë secili është përgjegjës për reformën e agjendave, për përgjigjet dhe për plotësimin sipas kalendarit respektiv. Secilit vend dhe asnjë reform agjenda nuk ka asnjë lidhje me të tjerët, kështu që nuk ka asnjë shqetësim se çfarë ndodh në Serbi mund të replikohet në një formë ose në tjetër në Shqipëri. Pyetjet e zotit Kylliçit. Kam përshtypjen që i dash përgjigje Serbisë. Zoti Alizoti përmendi që Opet është publikuar në një nga gazetat më influente në Gjermani dhe kjo është e vërtetë, domethënë Frankfurter Allgemeine Zeitung. Debati në komision u shoqërua edhe me përplasje politike pasi deputeti Belind Kylliçi akuzoi ministrin për deklarata të papërshtatshme ndaj shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Hoxha i mohoi këto pretendime duke theksuar se komunikimet zyrtare bëhen përmes kanaleve institucionale dhe duke mbrojtur integritetin e tij profesional. Pozicionet e mia në detyrën e ministrit, pozicionet e ministrisë së jashtme nuk bëhen me SMS, nuk bëhen me WhatsApp, nuk bëhen me signal, nuk bëhen me asnjë lloj gjëje përveç se me atë që është autorizuar dhe janë deklarime të cilat janë përmes kanaleve zyrtare të autorizuara, të njohura, të konsoliduara dhe vetëm ato janë transparente dhe vetëm ato përbëjnë autoritet. Unë nuk i lë askujt në asnjë sekond, zoti kryetar, të drejtën që të vërë ndryshim punën time 35 vite në shërbim të shtetit shqiptar në të gjitha administratat të cilat kanë marrë përgjegjësinë dhe votën e shqiptarëve për drejtuar këtë vend. Miratimi i raportit i bar nga vendet anëtar të Bashkimit Evropian do të përbënte një hap të rëndësishëm për Shqipërinë, pasi do t'i hapte rrugë fazës së mbylljes së negociatave për grup kapituj, duke afruar vendin më pranë antarësimit në familjen europiane. Ilir Meta ka dështuar sërish të sigurojë një ndryshim të masës së sigurisë pasi gjykata e posaçme e apelit për korrupsion dhe krimin organizuar rrëzoi kërkesën e tij për zëvendësimin e arrestit me burg në një masë më të butë. Përmes mbrojtjes ligjore, ish-presidenti kishte kërkuar alternativisht arrest shtëpie, garanci pasurore, detyrim paraqitje apo ndalim të daljes jashtë vendit, si dhe kishte ngritur shqetësime në mënyrën e trajtimit gjatë seancave gjyqësore. Ilir Meta ndodhet në paraburgim që prej tetori 2024, ndërsa është marrë i pandehur nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për 3 vepra penale, korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje e pasurisë. Hetimet ndaj tij përfshin disa dosje të njohura, mes tyre çështja Çez Diaz, hetimet mbi lobimin e LSI-s në SBA, si dhe verifikime të theduara pasurore. Në të njëjtën dosje hetimore përfshin edhe persona të tjerë. Ish bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi, po hetohet për të njëjtat akuza në lidhje me pastrimin e parave dhe korrupsion, ndërsa në proces figuron dhe Piero Xhixho, i akuzuar për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë në bashkëpunim. Gjithashtu në hetim janë përfshirë edhe Fatime Kryemadhi dhe Ema Çoku, të cilët akuzohen për pastrim parash. Çështja mbetet një nga dosjet më të ndjekura nga drejtësia shqiptare, ndërsa procesi gjyqësor ndaj ish-presidentit dhe bashkë të pandehurve të tij vijon në fazën e shqyrtimit para prag dhe gjykimit të mëtejshëm. Struktura e antiterrorit në Shqipëri ka më në pranga një shtetas turk të shpadur në kërkim ndërkombëtar identifikuar si Ibrahim Karaoglu,
Arrestimi u krye në aeroportin e Rinasit në momentin ku 67 vjeçari po tentonte të hynte në territorin shqiptar. Sipas autoriteteve, ndalimi i tij është bërë në bazë të zbatimit të një urdhri të prokurisë së lëshuar në vitin 2017, si dhe një vendim të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, e cila ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg me qëllim ekstradimin drejt vendit që i kërkon. 67 vjeçari akuzohet nga autoritetet turke për vepra të rënda penale, përfshirë tentativë për rrëzimin e rendit kushtetues dhe antarësimin në organizata armatosur terroriste parashikuar në legjislacionin penal të Turqisë. Pas arrestimit, materialet procedurale janë referuar prokurisë pranë gjykatës së Tiranës, e cila do të vijojë me hapat ligjor për procedurën e ekstradimit. Autoritetet shqiptare pritet të bashkëpunojnë me homologët turq për finalizimin e këtij procesi në përputhje me marrëveshjen ndërkombëtare dhe legjislacionin në fuqi. Procesi zgjedhor në Kosovë ka hyrë në një fazë të rëndësishme ku 7 maj shënon afatin përfundimtar për partitë politike që të konfirmojnë pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ky detyrim ligjor i përket 53 subjekteve politike të regjistruara, të cilët duhet gjithashtu të njoftojnë nëse do të karojnë si pjesë e ndonjë koalicioni parazgjedhor. Ky rregull nuk përfshin nismat qytetare apo kandidatët e pavarur, të cilët ndjekin procedura të tjera aplikimi, ndërkohë kalendari zgjedhor parashikon edhe një sër hapash të tjerë të rëndësishëm që lidhen me përgatitjen e procesit. Me 5 maj ka nisur aplikimi për akreditimin e vëzhguesve dhe mediave, ndërsa nga 6 maj fillon regjistrimi i votuesve jashtë vendit. Gjatë një periudhe 12 ditore, shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë do të kenë mundësi të aplikojnë për të votuar, duke zgjedhur mes votimit me post apo me përfaqësi diplomatike. Para nisjes së këtij procesi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të miratojë listën e qendrave të votimit në ambasada dhe konsullata për të lehtësuar pjesëmarrjen e diasporës në zgjedhje. Po ashtu, në 6 maj hapet edhe platforma elektronike që u mundson qytetarëve të ndryshojnë qendrat e votimit brenda komunës së tyre, si dhe të kundërshtojnë pasaktësitë në listën zgjedhore. Kosova do të zhvillojë zgjedhjet parlamentare me 7 qershor, pasi institucionet nuk arritën të zgjedhin presidentin e ri brenda fateve kushtetuese, duke çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja në rikonfigurim të mundshëm të skenës politike. Do të ndalemi tek parashikimi i motit për ditën e nesërme për t'ju informuar rreth kushteve atmosferike. Territori shqiptar për datën 5 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të vranësirave të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të lehta në të gjithë territorin pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:26 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:49 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 12 deri në 22 gradë Celsius. Kukës 12 deri në 22 gradë Celsius. Peshkopi 10 deri në 19 gradë Celsius. Tiranë 15 deri në 23 gradë Celsius. Durrës 12 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan 14 deri në 23 gradë Celsius. Berat 12 deri në 23 gradë Celsius. Korç 7 deri në 18 gradë Celsius. Vlorë 15 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër 11 deri në 22 gradë Celsius. Sarand 13 deri në 22 gradë Celsius.
Territori i Kosovës për datën 5 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes ftjellimeve dhe vranësirave pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 25 gradë Celsius. Era do të fryhej lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:18 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 11 deri në 24 gradë Celsius, Podujev 9 deri në 22 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 23 gradë Celsius, Pej 10 deri në 21 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 23 gradë Celsius, Gjakov 11 deri në 25 gradë Celsius, Malishev 11 deri në 23 gradë Celsius, Gjilan 11 deri në 22 gradë Celsius, Ferizaj 9 deri në 23 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 21 gradë Celsius, Suharek 11 deri në 24 gradë Celsius, Prizren 9 deri në 22 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë lajme dhe zhvillime të reja, ju lutojmë klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni gjithashtu edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime të reja në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve të Drita Televizion. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Miru takofshim.